detyrë derisa të zgjedhet njeriu. Edhe kaq. Dhe flasim tani për çështjet e tjera politike, në veçanti për çështjen e mandatarit për kryeministër Glauku Njuca, ka edhe disa ditë kohë për ta paraqitur kabinetin e tij qeveritar, nëse do diket numrat apo jo, duke parë këtë situatë, këto qëndrime që i kanë subjektet deri djeshme opozitare, besoni se mund të ketë qeveri Njuca apo vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja të parakohshme? Nuk besoj që do të ketë dhe unë mendoj që nuk është e shëndetshme edhe më mirë që mos të ketë një qeveri me Glaukun. Dhe të shkuet tutje, sepse kjo nuk edhe kjo lëvizje taktike të hik Albinin me shtik Glaukun nuk është seriozisht. Kjo tashtimo kjo pëshirje që ka qenë veç sa për ta bler kuhen dhe me i bler edhe 10 ditë shtesë, sepse është absolutisht e parësyeshme, po dhe edhe jo gati jo kushtetuese të mandatosh një mandatar të ri pa dëshmu ose pa argumentuese i ka numrat e aq me keq që ditën kur mandatohet Glauku Njuca del dhe thotë se unë mandatova, po nuk do të shikojmë mundësinë e koalicioneve, kështu që rrjedhimisht po i tregon që ti prapse i ke ata numra. Do të pret reflektim të partive ish opozitare. Po pse po ma jepti mu zoti Kadriu një herë, një rast të vetëm kur vetëvendosja, Albin Kurti, Glauku kanë qenë në opozitë dhe kanë votu qeverinë e kaluara. Ma jep veç një, që këta me pos shkas me kthy këtë bërsh. Ma jep një, asnjë nuk e ki. Dhe kështu që në demokraci, ato partitë opozitore ose ish opozitore tani, nuk e kanë obligim e hasë bërsh që t'ja japin një vot qeverisë Kurti apo qeverisë Njuca në emër të asaj që ata thujnë se është patriotizëm me votu. Po të kjo e po të mundësin, po të edhe 50%, nuk ishte suksesshëm, po të 42% ose 28 deputet, prapë se prapë nuk ishte në gjendje me boni marrëveshje duke rëndit këtu partitë ish opozitore bashkë me listën serbe dhe duke mundu që ta shetsh që krejt këta që nuk janë këtu me vetëvendosje, nuk votojnë, janë që ne ka lista serbe, ma nuk shkojnë. Kështu që unë mendoj që duhet të t'i kthehet gjithsesi fjala sovranit dhe të votohet edhe një herë këtu 5 vite të qeverisë Kurti, po edhe këtu nën muj, ose që që kanë kalu dhe nën muj nga zgjedhjet e nënshkurtit, vetëvendosja mendoj që ka hupë shumë kartat mbi të cilat edhe është ngrit në mënyrë elektorale, për shembull nuk ekziston karta e korrupsionit, sepse janë të zhytur deri në fyt me korrupsion, flet aktakuza ndaj Rozeta Ajdarit që është një aktakuz me prova dhe fakte që, po mendoj me prova që janë të parëzushme, kështu që nuk s'kemi çka flasim për mos korrupsionin e kësaj klase politike, për nepotizëm, nuk kanë më kartën e nepotizmit, pastaj sepse punësimet në keke, në institucione publike, lokale edhe nacionale, kështu që kartat që i kanë pas në dorë dhe i kanë përdor për me orë deri në pushtet, veç u kanë u hup edhe ka hup kartën e asaj ati sloganit është shkatëruar Kosova për 20 vjetë, po unë duhet të them ty se Kosova për 20 vjetë është ndërtu dhe kanë ndërtu institucionet të qëndrueshme të cilat i banën ballë për 1 vjetë një pushteti të jashtëligjshëm në një qeveri në detyrë dhe institucionet ende po funksionojnë dhe po i kryjnë punë të veta. Shkodra, për mundësinë që të ketë qeveri Njuca